Një shkrim i gazetës franceze Le Monde zbulon detaje nga qyteti në veri të Francës. Calais i kthyer në vend strehim për emigrantët që duan të kalojnë në Britani. Policia e Calais të Francës ka shkatëruar 19 banda, 7 prej të cilave janë shqiptare dhe akuzohen se përfitonin nga 500 deri në 1.4 milion pound nga emigrantët e dëshpëruar për të arritur Britaninë. Sipas Le Monde dhe Daily Mail, një numër prej 1225 kontrabandistësh punonin për 7 banda shqiptare. Vetëm një shumë e vogël parash kesh e siguruar që prej fillimit të këtij viti është arritur që të sekuestrohet. Kjo për shkak se emigrantët paguanin krerët e bandës në Shqipëri para se të nisnin udhëtimin, vijon Daily Mail. Para se të arrestoheshin 6 trafikantët e fundit, 4 shqiptar dhe 2 gra franceze kishin planifikuar 44 udhëtime, ku përfshihej dërgimi 250 emigrantëve drejt Britanisë për këtë vit. Ja kishin dalë me sukses për 24 udhëtime dhe dërgimin e 149 shqiptarve në Britani. Në xhunglën e Calais, trafikantët e secilit shtet kanë pagesat e tyre për emigrantët, zbulon Le Monde. Emigrantët nga Eritrea, shteti më i varfër, por edhe më të shumë në xhunglën e Calais, paguanin kontrabandistët me nga 300 pound për të hyrë në Britani, duke u fshehur në kamion. Emigrantët nga Iraku paguanin 700 pound, ndërsa shqiptarët, indianët dhe sirianët paguanin nga 1200 pound. Ata më të pasurit që donin të kalonin kufirin për në Britani, duhej të paguanin nga 5.000 në 7.000 euro. Me emigrantët nga Kina dhe Vietnami bëheshin marrëveshje VIP, zbulon Le Monde. 14.000 pound për udhëtime luksoze nga vendi i origjinës deri në veri të Francës.